Natën e së premtes, para xhamisë së Parrucës, është bërë nisje e haxhilerëve të Shkodrës drejt vendeve të shenjta të besimit islam. Kanë qenë të afërmit e haxhilerëve, por edhe besimtar musliman, që i kanë përcjell duke uruar udhtim të mbar dhe hax të pranuar. Të pranishëm ishin edhe drejtuesit e Myftinisë së Shkodrës, të cilët përgjatë shumë ditëve kanë zhvilluar takime e trajnime me haxhilerët. Për mediat, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Cytari ka folur për rëndësinë e haxhit, por edhe të këtij momenti për haxhilerët, familjet e tyre dhe krejt Shkodrën. Ky është një moment shumë i gëzueshëm për të gjithë ne, edhe për këta vëllezër dhe motra që shkojnë drejt vendeve të shenjta, edhe për familjet e tyre. Edhe besoj se kjo është një bekim i madh për krejt Shkodrën, sepse këta shkojnë drejt vendeve të shenjta me ftesë hyjnore. Këta nuk shkojnë se kanë pagu diçka apo se janë mundu për atë. Këta shkojnë se i thret Zoti. Edhe për këtë ne ndihemi krenar, edhe ndihemi shumë mirë, që nga qyteti jonë kemi 1100 vëllezër dhe motra që i përgjigjen kësaj ftese hyjnore, edhe patjetër që e mira e kësaj përgjigje dhe kësaj ftese do të na vinë edhe ne në Shkodër. Edhe unë lutem me zemër që të kenë një udhtim shumë të marrë, edhe të kenë hax të pranuar, edhe e mira e këtij adhurimi të kthehet në Shkodër me mirësi dhe bekime për qytetin tonë. Këtë vit drejt vendeve të shenjta të besimit islam janë nisur 103 haxhilerë, burra dhe gra. Haxhi është një nga shtyllat më të rëndësishme të besimit islam dhe konsiderohet një moment shumë i veçantë në jetën e çdo besimtari. Gjatë ditëve të haxhit përjetohen eksperienca që mbesin të pashlyeshme gjatë gjithë jetës së besimtarit, duke afruar atë më shumë me Zotin, por edhe me njëri tjetrin.